A presni diçka më ndryshe sot në këtë seancë? Jo, nuk pres. Fakti që s'ka pas dalë lëvizje. Ka shpresoj që ka me ndryshe sot. Sigurisht cila është arsyeja që deri në parlament. Sot pyetëm. Cila është arsyeja që deri në parlament? Kemi obligim si deputet. Të gjithë kanë obligim me arë. Edhe me përbush obligimin tonë ligjor. Me shpresën që grupet politike të kuptojnë peshën e rëndësinë. Parasysh që thash detyrën që kanë detyrimin institucionet dhe për gjithë marrëveshje. Dhe kjo është habitshme që apo ndodh tash të muaj. Do të thonë me vëgjell e me kërku me bo vendin tonë më mirë, me bo gjitha fushat, e me garu kush më të vjetë. Kush i shërbën më shumë vende, më momenti me të gjithë të popë, me të ambicimin, e shme kon gjeni më ullë, me grupet politike, e me ndërtu qeveri, parlament, institucionet, në kohë, bota është razuar, në gjitha të probleme ekonomike, politike. Në problemet të sigurisë nacionale, në ato që sa deshin e ju, sa dimit të shmitarët, si pas komunikatet e kesët, edhe 110 MW, prodhohen energji elektrike, pra një kolapsi energetike ekonomik. Në këtë kysytarë, apeli e më të qytetarë, shikoni kujtëhet një besimi dhe konsumat besimi. Këtë bunkërizim. A sepse s'pjek në votat, nëse Kosova në krizë, jenë në kështot... A i me duke për tjeri, zhvillimës. Jo, nga të gjani, do të kujdes se shumë më rëndësi për hirë të ndërtimit dhe që ju do të me banë e fatallimi, edhe me pa. Kush po përpjekje, kush po përpjekje. Ne kemi të fuqinë 3 vota, dhe ne, ju e dini 3 muaj jemi lënquar, nga ajo që ne kemi pa para 3 muaj, se është e nevojshme për tema nacionale me unë me bisedu me gjithë zgjidhje. Dhe ne a hapin tonë, dëshirën, për sektiviteti, për gjithë një zgjidhje, për pjekin tonë, e kemi të vazhdueshme dhe ju mund të ashenin çdo ditë. Edhe nga prononcimet e mia, edhe nga hapet, edhe nga komunikimet. Dhe për 3 muaj kam qenë njëri më i sulmuar në vend, se kam kërkuar gjën më normale që do të kërkoj një politikan më ulë me bisedu me kolegët tu. Bota armiqt bisedojnë njëri me tjetër. Natën bombardojnë një tjetër dhe ndërsa në tjetër zhvillojnë negociata. Kështu që mendoj që është koha me drejtua me adresu përgjithësinë edhe me kërku që sa më shpejt në drejtojnë institucionet. Nëse marrëvesh për votat tuaja, e votoni kërë parlamentarën? Marrëveshje politike. Ne në ditën e parë ja kemi ofruar votat, a keni përcjellë intervistat time. Në ditën e parë, nëse dohet 3 votat e mia, e keni të gatshëm. Jo duhet partneritet, duhet marrëveshje. Urnëna, hajde ulën ndërtoni marrëveshje dhe nuk është problemi tonë. Le të ulet partitë të mbajnë, le të ndërtojnë marrëveshje, ne kemi gatshëm të nismë nga politika. Zotëri Lima është përfolur... Besoj që, shqyqoni, ne jemi një parti e vogël. Vërtet mos i tona. Në besoj që nga ju të tjerët duhet të bëjnë këtë diferencë dhe të vlerësojnë hapet. Kërkohet dhe nga të tjerët të bëjnë hapet e një. Shpresoj që kështu du mund të shkojmë përpara. Ne mund të fusim gjërat në një thes ashtu si që kemi fut gjithë. Kosova nuk është mirë ashtu. Nuk është mirë. Koha është për me kërku përgjithësi nga gjithë, si pas peshës që e kanë. Se kur po vinë po thënë partit mëhe, po ngritën, po njën, po gjatë, si më thëtë fuqishëm. Po vota është përgjithësi, edhe duhet me marrë vendimet guximshme. Edhe jo, vendimet politike jo gjithëherë janë popullore. Po që të bëhet distanca e një leadershipi. Po merë vendime që shërbejnë vendet që në shikimin e parë mund duket jo popullore për qytetarët. Po në këto kemi një detyrë, një funksion. Mjalla vendit, institucionet edhe zhvillimin e Kosovës. Kështu që do me thonë kur të mungojnë projektet e mëdha. 30 vjetë si për gjendje një termocentrale. Ne në orë një vend kur kemi rezervat më të mëdha të ngjitje, ti më orë puna me thonë 100 MW prodhohen në Kosovë dhe tjerë do të më blej me parë. A që pjesë është koha me reflektu, edhe me vlerësu punëtorin e jo punëtorin. Konstruktivin e jo konstruktivit, përgjeshme e pa përgjeshme, është koha momenti i fundit. A vidin që të rreziku shteti. Shteti i Kosovës të rreziku në aspektin e sigurisë. Damet që janë shkaktuar, po shkaktohen, kam i pagu, na, jo keni të pagu, qytetarët e Kosovës, që këtë kam i pagu. Unë jam shumë i shqetësuar për qëndrueshmërinë e këtij shteti kështu. Për seriozitetin dhe qasjen e shtetit të Kosovës. Shpresoj që
Do gjinë zona të arsyeshme sa më shpejt ke marrëveshje politike. Ju e presjoni parlamentin i kohë gjatë. Nuk kemi veç na që japëm sugjerime dhe mesazhe. Ju jeni gazetar, njerëz të informuar, intelektual, që e dini që ndërtohet parlamenti, e dini çka marrëveshje politike, e dini si bëhet hapa ndaj këtij institucioni dhe mendoj që është koha gjithë ne bashkë. Zëri arsyes Kosovës të bashkohet dhe të drejtohet atje ku është të lasha, ku ka problemi. Kërkohet që të ndërtojnë institucionet. Po ndëgjoni zgjedhjet parakoshme, po kalkulojnë për zgjedhjet lokale. Çka shkojnë zgjedhjet parakoshme? Ai po të ndoshta. Atë kanë mundë me diskutu. Dhe ata kanë më thonë se jo, s'ka më vjet kushte. Kështu që shkaktoi randit për muaj e lëm pa qeverisë ku ka përgjegjësi. Kështu që besoj që është një situatë kritike. Unë thjesht po shpresoj për brengosjen e shqetësimit tan, këtu janë kapacitetet tona. Ne kaq kemi pas besim, shpresoj që rezultati i Kosovës do të vlerësojë qendrimin tonë dhe dalgadal të bashkohet zëri arsyes bashkë. Dhe ata të cilët e kanë shtrajtuar besimin e qytetarëve, qytetarët e Kosovës duhet ja keq shpinën. Të gjithë atyre të cilët nuk janë në nivelin e detyrës.